Në qendrën rinore Arka ka nisur një iniciativë e re, e cila synon promovimin dhe mbështetjen e artistëve të rinj. Plum, që është pjesë e këtij ambienti, ku mes poezive të artistëve të rinj, të gjithë gjejnë veten. Në lidhje me këtë nisëm, Elona Çuliç është shprehur se qendra rinore Arka është pranë të rinjve, e kryesisht atyre që shkruajnë dhe duajnë ta ndajnë me të tjerët. Kjo nisëm është një nisëm me cila faktikisht është vazhdimi nismave të tjera, të cilat janë në fushën e filmit, e librit, i arti rralla normalisht edhe poezisë. Është një nisëm e cila inkurajon poet, jo vetëm poet që e ka një emër në rrugtimin e tyre poetik, por edhe krijues të rinj. I ftojmë të gjithë që të vinë, të regjistrohen edhe kanë minutazhin e tyre për me lexu nga krijimtaria vet apo edhe nga krijimtaria e personave të tjerë që i kanë për zemër. E ftuar e kësaj mbrëmje ka qenë shkrimtarja Ariola Zadrima, por nuk kanë munguar as të rinj të cilët kanë ndarë me të pranishmit punimet e tyre.